kurva, nuk shoh dot me sy. Nuk shoh dot me sy. Je gat me shpirtin, gat njerëzitarët. Vetëm për lirë, vetëm për brajtë, Dima, Ka marrë zjarë rrjetet sociale dhe më kanë ardhur shumë jashtëzakonisht kështu mesazhe, jo po Andrea shikoj se Mateos ka thënë ti je kurv, po i ka thënë ti je turp. Shiko, duhet dini diçka. Jo se dua të dal në krahas Mateos, por thjesht për gjykuar situatën. Se kam hasën amërzitën pastaj të tjerë thonë jo po ti pse mban je një anshëm bla bla bla. Ata që e kanë krijuar këtë, që e kanë nxjerrë jashtë kontekstit. Shiko, duhet dini diçka. Nëse do ndodhte që Mateo do të thoshte Juelës ti je kurv, atëherë çfarë ndodhte? Ju kujtohet juve skena me ata që kishte ajo kunata Selinës? Gretën, lesh diti. Mban mend ti apo s'mban mend? Gretën. Qofse do ndodhte, siç ndodhi si Greta që i tha prostitut rrugës se çai tha e brit madhe, ua Ledion nuk mundet. Okej, bravo, shumë bukur, e mbrojti moralin e vet dhe dakord jam dhe Greta ka bërë shumë gabim. Nëse do t'i thoshte Mateo kështu kaq pastër, kaq përballë, kaq jo në përdhem, ti e kurv, ju mendoni duke njohur Juelën unë atë lojë aty, ju mendoni që Juela nuk do ta egzageronte të gjithë këtë situatë? Pastaj në fjalorin e Mateos ne e dim, ti je turp, e thot gjithmonë këtë pjesë, ti je turp, po tani ti je urp. Do me thënë, në qofë se ti apret atë tënë, edhe e le urp, edhe del si kurv, është pun tjetër, për shumë. Në qofë se e gjithë kjo është nakatosur për ta bërë, për ta nxjerrë Mateo, nuk, shiko, Mateo ka qa ka, për shumë, por këtë fjalë, këtë lloj banaliteti, ti e kurv, ti thoj një femre, nuk besoj që t'jetë e thënë në këtë pjesë, sepse duket shumë qartë dhe duke njohur Mateon që fjalorin e tij që aq sa di ai, fjalët që përdor ai, domethënë, ti je turp, ti je turp, ti je turp. Edhe tani njerëzit që kanë bërë kanë hequr atë, kanë bërë sikur ka thënë ti je kurv. Po nuk është budallik i madh. Neve që e kemi parë live atë natë direkt mbas darke, mbasi mbaroi Prime atë natë te tavolina duke ngrënë bukë ata. Ndodhi kjo që ndodhi në këtë lloj pjese, në këtë lloj që po dëgjoni tash. Po si ka thënë ti je kurv, ose u bëni nam. Tani mund t'ja keni një natin sa doni Mateos për shembull, ose mund t'ja keni ku di unë ç'a mund të keni krijuar në idetë tuaja, por nuk e ka thënë këtë pjesë. Mos u bëni fare, se nuk është e logjikshme. E kuptoni? Nuk është, domethënë, i pari do isha që do reagoja unë, po s'ka shans. E kuptoni? Bile se kam thënë dhe në Instagram. Mos ashtu, mos çau i kutruri. Shaj mua bet ti e kurv edhe tash ndajtën të gjithë. Do ish bërë nami. Po është bërë na këta fancat mediokër le të themi, të njërës pal apo të tjetrës pal. Në këtë rast, në rastin e Mateos, ata që e kanë inat Mateon janë munduar ta nxjerrin nga konteksti e ta bëjnë bla bla bla. Duke ma çuar mua, ua Andrea shiko reago, ua Andrea shiko si thot një femër, jo më jo si ta fal. Tha ti e turp edhe pik. Kaq, këtu e mbyll këtë lloj muhabeti, këtë lloj situate.